janë të lidhura dhe me prodhim. Pra, do vijnë asaj që ta vetëm pak sekonda që ta edhe uloni. Besoj se gjithë dëshmitarë të tyre kronike që kanë bërë televizor të ndryshme të fshatrave, të cilat jo thjesht vuajnë varfërinë, por i largohen shpeshherë edhe për fshatrave, se ato kronike që thon pleq nuk ka kusht të na vijë neve nuse në fshat. Pra, situata është shumë alarmante se atë që duhet. Pra, ky ritëm shpopullimi, i cili është shtetit i lartë, me të drejtën, sidomos në zonat e veriut, nëse nuk ndalohet, brenda 10-15 viteve të ardhshme, ka për të parë të fshatet tërësisht të rënuara. Dhe do bëhen tamam site arkeologjike që në 20-30-50 vite të ardhshme të zhvillohet ai turizmi. Këtu ka pasjetuar disa njerëz. Këtu punonin disa njerëz dhe këtu ecin shkenin këmbë të tyre disa njerëz. Ndërsa nga ana ekonomike, një gjë është për të thënë. Ekonomikisht, jo thjesht ato zona që po janë të rënuar dhe nëse nuk mbështeten, siç e kemi në programin ton, do vazhdojmë përsëri të rënohen gjithnjë më shumë dhe të shpopullohen gjithnjë më tepër. Por ai që neve kemi orë produkte shqiptar. Por sa stilat zyrtare të vetë qeverisë, e thonë qartë, në çdo 5 produkte të tryezës së shqiptarëve, po do atyre që vinë turistë në Shqipëri. 4 produkte janë marrë në importi. Pra neve konsumojmë qumshin serb, konsumojmë patatën e Kosovës, konsumojmë mollën e Maqedonisë Veriut, konsumojmë djathtin grek, dhe çan ngjelet pasaj konsumojmë një gjë shqiptare. Po nga vi produkte bujqësore dhe bletorale, nga unë, nga ti, nga një që të Tiranë, jo nuk vinë nga na. Vinë nga ata që jetojnë në zonat rurale. Dhe fatmirësisht e ke pasur një traditë mjaft mirë të produkteve bujqësore dhe bletorale. Ku sipas zonave të Shqipërisë mesme, Shqipërisë Veriut dhe Shqipërisë Jugut, produktet ishin deri diku ishin të identifikuara sipas zonave. Një produkt e prodhonte zona e Majlisht apo zona e Abdullah. Që shenjtëroi Italia pastaj, dhe në fund Italia shenjtëroi këtë ruajtjen rajonale të produkteve me DOCG dhe DOP, ICG, këto inicialet. Po, i dha kategorizimet e tyre. Pasi edhe neve që denominimi i origjinës së mbrojtur. Edhe ne që aspirojmë të integrohemi në Bashkimin Evropian, ne dimë shumë mirë që bim 2/3 të buxhetit të Bashkimit Evropian shkon pikërisht për bujqësinë dhe blegtorinë. Por nuk është thjesht për produktin, por edhe për të mbajtur njerëzit atje. Sepse vala e migracionit është normale, është normale që çdo kush do aspiron për të jetuar sa më mirë të mundur. Dhe nuk u gjen kushtet bazike për të jetuar në një vend caktuar. Kur mungon vendi punës, kur mungon shkolla, kur mungon mjeku, kur mungon qendra shëndetësore, kështu me radhë. Por normale më që ai do lëvizë. Problematika është që impakti jep, pra ai përmirëson jetesën e vet, prandaj ka lëvizur. Por problematika është që jep ai në ekonomi dhe në shoqërinë total. Kemi në shatrat sot që mosha mesatare 70 vjeç. E tha shumë qartë edhe Uloni, vetmia. Të vdesësh nga vetmia për Shqipërinë e cila është tradicionale kur vjen puna dhe familja. Sigurisht. Ne jemi ende me parimet e tradicionales të njerëzit që jetojnë me njerëzit. Nëse biznesi azileve po lulëzon. Ne nuk kemi nga ato vendet që i çojnë prindit në azile, siç ka vendet zhvilluara botë. Ne jemi njerëz që jetojnë me njerëzit. Sidomos në zonat rurale që ti ke një shtëpi të madhe që të 3 brezat, edhe gjyshit dhe prindit dhe fëmijët e tyre që fejohen e martohen. Tani kjo pra, e kuptoni pra, kjo lloj maskaralliku që ka ndodhur gjatë këtyre viteve. Kjo po shpërbën edhe natyrën e familjes shqiptare. Asaj familje që do bëjmë çmos për ta jo për ta rikonceptuar, por për ta bashkuar përsëri. E tha drejta Uloni. Ora nuk flasim për ripopullim, se popullohet Shqipëria me çdo lloj banori të botës. To flasim për rikthim shqiptarëve në vend. Bravo. Po për të rikthyer shqiptarëve do të japësh mundësitë aty, të japësh kushtet. Me ato mundësi që ne kemi. Do të japësh vendin e punës, të japësh dinjitetin njëherë. Të qenurit shqiptar dhe qenurit me të vërtet një qytetar me të drejtat kushtetuese të zbatueshme, se kushtetutë kemi shumë bukur letër, por në zbatime kemi që të çalem shumë. Me parimet kushtetuese që zbatohen për lidhje të drejtat dhe për iniciativën e lirë, për iniciativën e tregut, që kur të dalim të temi sipërmarrës së tregut, mos vuajmë nga disa miqtë dhe nga disa shokë të qeveritarëve në fuqi, dhe patjetër pastaj do prosperohet dhe ekonomia do zhvillohet. Por nuk mund të kemi ekonomi qyteti, pra ekonomi urbane dhe ekonomi rurale ta kemi zero. Jo, nuk funksionon kështu. Nuk është ekonomi e shëndetshme kjo. Megjithatë një pyetje edhe për të dy. Do falimentoj. Një pyetje për të dy që nuk më bën shumë sens. Nëse ti lundron nëpër rrjetet sociale, veçanërisht njerëzit e brezit tim dhe ton, besoj, trendi më i madh global sot është një rikthim në zona rurale. Qetësi, largim nga stresi i qendrës,
rikthim, ikje nga pallati, rikthim në shtëpi, madje disa po shkojnë dhe më tej, gati në popullime të fshatrave me grupe shoqërore ose grupe fisnore. Paktën këto janë trendet e perëndimit. E kundërta ndodh në Shqipëri që duket sikur nuk ka asnjë lidhje me si po ecën bota. Ne të gjithë rrasun pallat dhe ndërkohë të gjithë me ushqime me gjë edhe të kuptohet nga këto me pesticide që na